Kemi diskutuar me Meritën Civile, presim shumë shpejt të vijë një grup gjeologës, specialist xhenjer, sepse kemi 2 vatra të nxehta aktualisht që po flasim në qytet. Kjo që po shohim shumë shpejt do shkojë deri te normalizimi dhe unë besoj që deri ditën e nesërme besoj do të jetë pastruar pothuaj gjithë pjesa e qytetit, por kemi 2 zona, ashtu sikur njëra është tek pranë kishës së vjetër, te pazari i vjetër, dhe në zonën e Sfakës, pra në një zonë e re poshtë lagjes Dunavat, e cila në fakt nga specialistët ta nuk na rrezikojnë familjet, por që duhet parë me prioritet atë problem që Gjirokastra ka patur në pjesën e rrshkitjeve, mos kemi problem në vazhdimsi sidomos me familje. Ashtu si kundur po vazhdojnë sot forcat zjarfikse dhe 3 pompat forcave të armatosura në pastrimin e ujit, por sidomos të banesave dhe të bizneseve që ndodhen në pjesën fundore të qytetit. Në fazën e dytë, patjetër do të çohen grupet e monitorimit dhe të konstatimit të dëmeve, siç e parashikon ligji, dhe do zbatohet pik për pik neni edhe ligji edhe për dëmet e shkaktuara nga kjo situatë, nga kjo fatkeqësi.